e vetë. Po. Që shumë ndjeve ku shkova, a u ka një raport që ke shku Shqipëni atëherë, apo ke shku? Hera parë. Që shumë njëve ku shkova në Shqipëni për këtë parë? Shumë krenar. Shumë krenar. Po mirë po, qysh atëherë m'ka dalë, po ma. Nuk jem ka një knaqën me ta. Qysh në zonën që dërzohen të protestërve? Policia. Shqiptare? Po, shqiptare. Policia shqiptare. Masi u kry vorrimi, atje u konë një politik krejt tjetër. A shkove vetë, a me najkon? Jo, kam shku vetë i treti. Me shoka? Me dy shok tjera. Me dy shok tjera. Ata dy shok të tu, a i në zonën edhe ata? Treve nga kanë dorëzohu në kufi, nga marë policia sërbe. Edhe? Qa ndodhe masi? Atëherë kem ne që dikon me sa më kujtojt një ditë 24 orë mrena, mas 24 orë në kanë leju, në kanë shu. Po mirë po re po. A po kuptan, mas 24 orë kem pas ditë çdo dytën ditë mo lajmëru në polici, prapë se prapë. Aty kanë fillu torturat. A më nëshë më kalzu pak për që pjesën e torturave, qka ju thajshen, qka të pëtëshen, qka ju thajshe te? Dëgja, na edhe si familje jena konë veç, që me thonë damë, thonë me gish, që shtojnë ta se une nuk... Me kuptaj. Jena konë që si kur me thonë për ndjekun. Atërë pëqin. Jo kusho ky, për me kanë je, po mirë po me gjithse me pranu, s'kam pranu kur gjë, po kuptan? Jam jo mundu me largu për gjitha, po prap se prap, prej asaj kohë, deri në kohën 91-shën apo 92-shën, nuk e di bash mirë. Tash nuk jam i sigurt kur që u prish Jugoslavia. Atëherë janë kanë torturat më të mëdha. Qa kujtojt për asaj kohë, torturimeve? Më kujtojt, gazeta Rilindja në qoftë se i keni prindit të tu, unë e kam hangër me gojtë. Komplet gazetën. Rilindja. Lloj tortura, me gjithë se kam edhe fotografi të asaj kohë, që ka bon LDK-ja, që na kanë bon këto organizatat të ndryshme. Kam qenë mes shtypit, ka. A ke pas frakture? Po, thymje, raje, shenje trupit në çdo vend. Sa ka zgjatë kjo kanë periudhë që deri sa ke shkute? Ka zgjatë, nuk ka zgjatë shumë, se 2 vjeqare krejt, edhe mu ka dof me lëshu venin, për ndryshe jëm ka një likvidu. Edhe me të thonë drejten, LDK-ja ma fort u angazhu në këtë drejtim që me më largu për i këtuhit. Për ndryshe nuk ka pështim, tash muj me folë, nëse njerëzit flasin qka mas. Jo, kështu, jo, anena, po, u kanë ma fort, u kanë LDK-ja. Në drejtim bile ma shte një Idris Doshi, a i ka edhe i posëdën sot e kësaj dite dokumentat gjitha. Ajo kanë me kom ngulli me hikë. A ke pas presion për të shpijës, me thonë bëllë mo? Jo, nuk kom pas. Nuk kom pas për i shpijës, se është thash, unë jam kanë maj madhe, jam kanë metë në shpijë. Nona? Nona dhe kam pas në shpijë, po tash si kur që shokan aja ko, nuk ka vetë mashtli për femën, ose nanën, ose me tha dalë as dalë. As baba nuk e ka ditë, unë babën e kam pas në Gjermani, kur i kam shkuat. Dhe më tha, as baba s'ka ditë. Qysh arë momenti që ti me, a përshëndetje me të shpijë? Jo, nuk jem përshëndet. Mes një të shpijës. A ke pas të shtirë? Kush për shembull i shtirë. Nuk ka pas kush më ka i shtirë.